takojen nga unë bonit fala. Thuaj gabimet ja fala, hej. Thuaj se për ty kam qaj. Jep. O tregoj se për të po vuaj, se po i kindit dhe muaj, hej. Unë e ty kur s'dë haroj. Bravo. Pap. Jasmina Çullallari, mirë se erdhe në Folship Show. Si ishte edhe herë kjo konga, se shumë mirë fillon kjo. Pritet edhe si fillon fillimi fare? Atë natë që m'blen, atë natë që m'dam, edhe sot për ty zemram qan. Se di ku jen, qfar zemre ke, jemi dasht, por fatim nuk. Jep refrenin jam të prit. Takoje nga unë bonit fala, thuaj gabimin ja fala, hej. Thuaj se për ty kam qam. Ty bestik fa. O tregoj se për ty po vuaj, se do i kindit dhe muaj, hej. Unë e ty kur s'të haroj. Qa është kjo mësh? Qa është kjo? Qa është kjo? Jo të shka? Nuk po të t'ka hesh prej insekteve kjo qika. Ja lash që do t'ha shpeja tuti me qëtësand, po jo, së do. Hej, të kënof zemra. Bravo. Faleminderit shumë. More ti prej Shqipëria, po jo? Cilit vend prej Pogradeci. Si ka mundësi prej klonët e Tallava? Si ka mundësi, ka pak. Si ka mundësi se realisht që ajo zonë që anej s'pare i këndojnë këto? Po. Apo jo? Qësisht ne këndojmë këngë të jugut ose këngë të zonës. Po nuk e di, kështu si pa dashur. E gjeta vetën. Sa vite ke në Zvicër, Jasmina? I kam 8 vite. 8 vite në Zvicër. Po. Po këndon vazhdimisht në Zvicër, jeta si po duket, këtej se jetë natë e këtë, jetë ditë më duket s'ke, po jo? Apo po, në fakt i ke veç vikende vë punon? Vetëm vikende vë punoj. Vetëm vikende, po. Po, jeta në Zvicër. Jeta në Zvicër pak e komplikuar, po mundohem e t'ja dalim. Dhe kur thu komplikim për ata që se mojnë vesh, çfarë është komplikimi jetosh në Zvicër? Nuk është edhe aq e thjesht, sepse kjo obligime më shumë se sa mund të kish në vendlindjen tënde ose në vendin tënd. Thjesht është e komplikuar në përgjithësi. Është e komplikuar në përgjithësi. Folim për muzikën. Kur more vesh që muzika është pasioni yt? Mendoj kur i kam pas 5 ose 6 vjeç. Do më thënë shumë herët ke fillu me të. Shumë herët. A ki tradit familjar? Jo. Veç ti e para në familjen? Unë jam e para, po. Edhe je marrë vetëm me këndim prej moshës prej feminisë? Po, prej fëmijërisë, po. Edhe sot zhanret ndryshme, cila zhanret pëlqen ti më shumë? Ti edhe Tallava këndon? Përgjithsisht jam fokusuar në këngën popullore, por tani Tallavaja është trend. Jemi të detyruar nga pak. Kërkohet më shumë Tallavaja? Po, kërkohet më shumë, është e vërtet. Kërkohet më shumë, a këndon edhe Tallava? Po. Një prej Pogradeci me këndu Tallava. Ta ndëgjojmë njerë. Pasha zotin interesant është me kënu një prej Pogradeci Tallava. A shumë interesant. Po, interesant. Zot në arruj me kënu, kjo me shku në Pogradec, e mi u kënu Pogradecarve Tallava. Po jëshe e rafin, po e një kur ndërë në Tiranë thupër, ving dërë në Tiranë. Pogradecin e serenatave, imagjinoj. Imagjinot është me përzi Tallavan me serenata, interesant shumë. Shumë interesant. Hajde Magnet Tallava ta një gjojmë pak se si e këndon Tallava njerë. Ta shone një Pogradecalie me na këndu Tallava këtu sonde. Hajde jërë, Jasmina. Jalla për Altinin sot, e hajde me vazhduem, o hajde me vazhduem, o një taksim në mision Altin, o hajde me ta këndue, hajde me ta këndue. Sa është betimi këtu, se me konë betimi këtu, e ke shkri dorën. A e ke pas vështirë me mësu këtë lloj? E kam pas shumë vështirë. A ka qenë e vështirë? E vështirë është, po. E vështirë është. Si u futet, në fillim se ke pas me qef, më duket, apo jo? Jo, nuk e kam pas me qef, edhe unë edhe sot nuk e këndoj me qef, të jem realiste. Këtë lloj zhanri? Specifikisht Tallava, nuk e këndoj me qef. Tallava me emra? Sepse po, në fakt, pasioni im më së shumti në muzikë janë baladat. Okej. Baladat unë i dua shumë,
sepse diçka duhet ta duash fort edhe për ta përcjell tek njerëzit. Por për Tallavas, sa i përket Tallavas nuk e këndoj me qef, sinqerisht. Nuk e këndon me Nuk qef. e këndoj me qef. Okej, por Thjesht që din është me diçka këndudin. që duhet edhe duhet ta bësh. Absolutisht. A ka ndonjë artist shqiptar ose ndërkombëtar që të frymëzon ty në muzikë? Për shembull ndërkombëtar që këndon Tallava. Janë 50 Cent, ju çajmë mos e harrova. Po, unë dëgjoj përgjithsisht, dëgjoj edhe muzikë shqip, dëgjoj edhe muzikë të huaja, Ma shumë nga Kosova, nga Shqipënia. nga Kosova, po edhe nga Shqipëria, sigurisht. Po unë, si të thuash, e kam anashkaluar Shqipërinë, jam fokusuar më shumë në atë muzikën që, si me thënë, se ne të njëjtën muzikë kemi, po thuajse, edhe Shqipëria dhe Kosova. Po, Kosova e ka muzikën pak më të shyrejshme, bre, nuk e di se. Ka pak më, po, të e vërtetë, pak më dinamike është pak e Kosovës. Po, më dinamike është muzika e Kosovës. Tash veç tregon pak ta bëjmë dallimin, ta gjejmë ndryshimin mes muzikës Pogradecit me atë Tallavas që këndove. Ma këndoj këngë të Pogradecit që ta dëgjojnë shikuesit dhe dëgjuesit me cilën muzikë i rritur dhe me cilën muzikë po i rrit tjerët ti këtu. Po, unë jam rritur për shembull me serenata përgjithsisht. Hajde, Se zona me jon serenata. Pogradeci është afër Korçës, edhe Korça sigurisht quhet për serenata. Po kemi edhe ne ato muzikën tonë tradicionale që përfshin zonën tonë Pogradec, Korçë, që tani fatkeqësisht unë nuk është që ja them shumë atyre këngëve tona. Po një pjesë të Kanë me shkurtër shpallë non grada në Pogradec, po të tregoj. të një serenate. Kanë me shpallë non grada atje. Do t'vi, moj gjan, do t'ulem dhe do qaj, zjarin e zemrës time ta shuaj, moj me duhan. Do t'vi, moj shpirt, do t'ulem dhe do t'pi, zjarin e zemrës time ta shuaj, moj me raki. Imagjino tash i marash me i fut Tallava kësaj serenate, është si me i fut një lulje benzin. Ha? E vërtetë. A është e vërtetë apo jo? E vërtetë është. A kërkohen këto këngë të pak? Jo, s'kërkohen, a? Po, Kërkohen këto këngë. Sigurisht në Edhe përvendet këto serenata. caktuara, sigurisht në përvendet caktuara, sigurisht që kërkohen, po jo në mas, domethënë. Jam kuriozitar me ditë diçka, kam harru me apo edhe pyetje të tjerëve. Jasmina, në për muzikat që janë në Europë, shqiptare flasim, kush i frekuenton më tepër? Cila shtresa apo cila pjesë e shqiptarëve i frekuenton më tepër? Se unë për mendimin tim pjesa e flas intelektualëve, politikanëve, mjekëve, doktorëve, e këtyre, a janë pjesë e këtyre eventeve apo nuk janë? Po me raste, Altin, mendoj që me raste, po sigurisht. Ka. Sigurisht Vinë që edhe po. politikan, vinë edhe doktor, vinë ashtu në për... Vinë edhe futbollist. Edhe futbollist vinë. Po sigurisht që po. Okej, futbollist të kombëtare që janë në emër? Po, Okej, Po. interesant. po, interesant është. Okej, po jo, në fakt realisht edhe unë vi në herë, e kam dëshirë me një gjuhë. A dhe, me thonë drejtën që mos të hiqem sikur se një gjë, apo sikur se nuk është keq, muzikë është në fundit, nuk është banalitet. Po, sigurisht. Mirë, por që shkoj në herë, shkoj. E mera i shoku jam me veti, edhe shkojmë aty e një gjoj muzikën, është me adrenalin, ka i farë energjie, po e ka dhe ajo atë lezetin e vetë, pra nuk është pa lezet, asaj e pjesë, por jo që shkoj shpesh me të thonë drejten. Po jo pa qëllim diskotekat ose muzikat e shumta, si të thuash njerëzit i frekuentojnë më së shumti në fundjavë, Altin, sepse ti e ke mbaruar atë javën tënde të lodhshme të punës, edhe dëshirojnë që gjithë atë stresin e akumuluar të gjithë javës, dëshirojnë që disi në një farë mënyre ta heqësh pak mendjen 1 orë ose 2 orë, pse jo. Është vend argëtimi. Absolutisht. Çfarë lloj këngë kërkon më shumë ti? Këngë patriotike apo? Balada, Tallava. Përsëri dalim Tallava. Në Zvicër, flasim për shqiptarët e Zvicrës. Po në përgjithësi, Altin. Atëherë, jo, në përgjithësi, a? Po, në përgjithësi. Në përgjithësi. Tani Tallavaja është trend. Trend. Për momentin, po. Për momentin është trend. Po, po. Pra kërkohet më shumë se patriotikja. Po. Kërkohet më shumë se balada, se dashuria, se... Mua më vjen keq vetëm për diçka, sepse në repertorin tim, po flas personalisht për veten time, ka këngë çka mos. Të shumë rrymave, edhe për këtë më vjen ndonjëherë keq se edhe po i harrojmë ngadal. Shkak që është Tallavaja non-stop në trend e kërkojnë njerëzit, edhe ato këngë kanë ngelur disi anash, ato këngët e bukura shqip që i kemi ne.
Për këtë me të vërtet më vjen shumë keq. E po, interesant, po vërtet është kjo për të ardhur keq, se gjynaf gjithë ajo muzikë, gjithë ajo Sigurisht. këngë që kemi ne me vlerë, Sigurisht. se tallavaja nuk ngel. Domethënë është Ja. si më ta them, komerciale, ajo për momentin e këndon edhe hige është duket, Është po. freestyle. Po, ama këngët tamam të vjetra shqipe ato Ato nuk ngelen vdesin kurrë, mas sigurisht. 100 viteve, 200 viteve, Sigurisht. 500 viteve këto këngë kanë me qëndruar në fakt realisht. Sa Po ato këngë- nuk kërkohen sot realisht, nuk kërkohen. Shumë pak. Shumë pak. Vetëm kur duam ne këngëtarët që t'i sjellim në disa momente. Po nuk kërkohen ta qartësojmë këtë pjesë. Në për tallava që janë në për diasporë, sepse në Kosovë ka vende disa klube të vogla që bëjnë këtë lloj muzike, Janë këndojnë specifike për janë këtë janë lloj disa që muzike, po, shkojnë e edhe vërtetë këndojnë live të gjitha këto këngë i sillin ata atje. Po. Sa këngë i ki parafësisht në repertorin ton? Sa gatë mund me majt në event, një mramje? Po kam, mendoj mjaftueshëm. Sa orë për shembull me dasht, me Po majt? tani një dasëm e mbaj vet. Mund ta llogaritësh po, vetëm. Po. O Jasmin, po ti e di për vitin e ri që e bën programin, po ti unë të prit, s'kam njoft, më duket për vitin e ri Po. ke ardhur për herë të parë. Po, për vitin e ri, po. Në qofë se futin në YouTube, që kur t'ja ka njësë kjo si e rralla, pau, zoni pushko, Allah, thash qa ndodhi, ka erdi gjithë kjo nuancë. A e ke pas këtë tonalitet që shfillim, edhe këtë nuancë zonit, apo t'ka ardhur rrugës gjatë ushtrimeve? Altin, unë mendoj që kjo është e lindur. Do me thënë, talentin ose e ke ose nuk e ke. Me zor, asnjëherë, askush nuk mundet ta bëj. Unë mendoj që është i lindur. Është e lindur. Është e lindur. Pa do më thonë, të sigurisht. njëjtin nuancë e ke pas qysh e vogël, apo jo? Po tani, me vitet sigurisht që njeriu përmirësohet. Përmirësohet. Sigurisht. Okej. Por me rëndësi është të kesh atë thelbin. Pastaj e përmirëson veten me kohën. Vikendeve zakonisht këndon tek bolero, apo jo? Bolero, po. A kalon bukur aty? Bëhet mirë? Po si në bolero s'bëhet Bolero, askund. Artoni dhe Astridi, ju përshëndeset Artoni dhe përshëndesim Astridin, shumë. sepse janë dy djemë të mrekullueshëm dhe i kam shumë miq të mirë realisht. Po, marrësh? Kënon shpesh në për dasma? Shumë. Ku ma shumë, në cilin në region? Po gradet se merr kush jari, sigur. Jo, jo. Po gradet ja kanë bo dalje. Viz. Viz. Më së shumti edhe në Kosovë, po, por kryesisht jam në Maqedoni. Nuk e di pse, pa dashur ngeca aty. Interesante është në fakt. E kam nisur pa ndonjë qëllim shumë serioz. Po. Po ngeca aty. Mendoj që ka të bëjë edhe repertori pak. Ja ka marrë dorën mirë. E në cilin vend bën më mirë i dasma në Maqedoni? Pa dashmi apo qefin shokut tim. Po bëhen edhe në Tetov dhe në Gostivar, edhe në Koçov. Po. Ama bëhen. kam dëgjuar se në Maqedoni në përgjithësi e lëshojnë dorën shumë. Po nga pak, Nga pak, a? Po, nga Ku e lëshojnë më shumë ti Jasmina? Realisht flasim tamam. në Gostivar. Në Gostivar e lëshojnë më Po, shumë. në Gostivar është numër shumë 1, ja? Mendoj që po. Në gjitha trevat shqiptare, flas edhe Kosovën, përfshi edhe Shqipërinë edhe Maqedoninë, ku është qyteti që e lëshojnë dorën më shumë ti dhe hedhin edhe e shijojnë më shumë ti muzikën. Po unë mendoj se në secilin vend që të shkosh, momentin që ka atmosferë, edhe që njerëzve ju duket interesante diçka dhe e shijojnë, sigurisht e lëshojnë edhe dorën. Amo, po, absolutisht e lëshojnë, në çdo vend e lëshojnë, ose po them që e lëshojnë, se kudo që kam parë, kam shkuar duke e lëshuar. Po, që është me emër, Jasmina, që është me thojnë, emër. hej, zoti shala më del një datë në filan vend, sepse mushet gjepin atë. Përgjithësia në krejt Maqedoninë ndodh ky fenomen. Në gjithë Maqedoninë Po. është ky fenomen. Po, Më shumë se sa në Kosovë, më shumë se në Kosovë. edhe më shumë se sa në Shqipëri. Për në Shqipëri nuk është që kam ndonjë eksperiencë shumë të madhe, Altin. Po pse e ke po dalje Shqipëri më duket, ti e bërë më shumë. Nuk e di, ata më kanë bërë dalje mua. Ata të kanë bërë dalje ty, e? Po. As ke performuar si janë Pogradec? Ja. Asnjëherë. Çuditërisht, ja. Shumë interesant. Je nga Pogradeci dhe nuk ke performuar si janë Pogradec. Unë mendoj Altin që jo që s'kam pas mundësi, por edhe koha e bën të vetën. Unë jam fokusuar më shumë te dasmat sepse unë jetoj këtu në Zvicër. Edhe ato një muaj ose 2 maksimumi që po ikim në pushim, e quajmë ne pushim, se s'është pushim kurr, po dasmat e marrin kohën e vet dhe s'të ngelet kohë më për asgjë. Absolutisht. s'e ngjelet Më për- tepër. Kur ke dalur nga Pogradeci? Që 15 vjet. 15 vite. Pa. Të mungon? Po sigurisht, Shkon shpesh? shumë shpesh. Shumë shpesh. Para se marrë në Zvicër, ku je kon? Para se marrë në Zvicër kam jetuar në Tiranë. Po. Në fakt Pogradeci është shumë qytet i mirë. Është qytet i mirë dhe është qyteti më i bukur në botë.
në botë. në botë, për mua. Tani për ty mund të jetë në botë nuk është më i mirë, por realisht është qyteti i mirë, sidomos fshati i Lin është i mirë. Po Kadeci, ai liçeni, tani që është bërë rruga në Mami Shqipëri. im është nga Lini. Ashtu Me qëra fjala, po. Okej, që ke mbesë Linit ti. Po. Është zbuluar edhe një farë diçka nga Po, civilizimi i parë në Evropë 8000 vjet. Po. Nga arkeologët Qyteti më i vjetër në botë. Absolutisht, bravo. Sa këngë ke realizuar deri më sot? Tuat. Të them të drejtën, nuk i kam numëruar Altin. Si ke numëruar? Jo, Sa nuk shumë kam ke? numëruar. Po kam disa. Po fiks me numër nuk e di. Vitin e kaluar kam punuar disa këngë, kryesisht në përgjërimet e fund vitit. Pastaj kam marrë me një këngë së bashku me kolegun tonë të mrekullueshëm nga Shqipëria, Florian Tufallarin. Ka qenë një këngë shumë e mirë, edhe ka ecur shumë mirë, jam e kënaqur. I kam edhe 3 projekte të reja tani që janë në pritje për t'i realizuar. Mendoj që më ka shkuar mirë. Projekte të ri kanë me konë bashkëpunime apo solo? Jo, solo. Kretë solo. Vetë, po. Pse janë bashkëpunim apo janë çështje xhelozie këto? Jo, tani për xhelozi, Altin, mos të flasim për xhelozi. Se ka xhelozi? A ka xhelozi? Ha, ka? Po estrada shqiptare është, unë kisha thënë, është ekstremiste. Nuk e di, s'kisha pas njerë, sinqerisht. Xhelozi, po se po, nuk e di, nuk e di. Mendoj që jam shumë larg kësaj rrjetës. Nuk e di pse shikoj veten shumë larg. Çfarë do thotë ekstremiste në stradë? Ta marrim vesh. Na spjego pak Jasmina ta din tamam. Po, xhelozia kryesisht. Po. Xhelozia. Ti je për vete, unë jam për vete, nuk e kuptoj pse lind kjo. Këtë nuk e kuptoj dot, pse do të lind? Për çfarë? A është vërtet ajo që them unë që në stradë shqiptare pak ka njerëz sinqert dhe korrekt dhe me Nuk ka karakter? fare. S'ka fare. Jo, s'ka fare. Po do të thonë unë që kam i vërtet në atë që them. Unë i mbaj përgjegjësitë absolute për fjalën që e flas, edhe mendoj që nuk ka fare. Çfarë s'ka fare? Njerëz të mirë? Njerëz. Me Nuk ka karakter hiç atje. sinqert, S'ka, jo, nuk s'ka ka. fare në stradë? Nuk ka, mund të ketë një 2% vetëm. 2% Kisha, Edhe unë them, disa mund të jenë taktuk, Po, janë taktuk disa ashtu taktuk që janë të mirë që vërtet e meritojnë, kemi disa kolegë për zemër, dua të them, ama janë disa tjerë që s'meritojnë asnjë. Asgjë. po kjo botë kështu Kjo funksionon në botë fund që fundit. funksion. E vërtet është. Shumë e vërtet. Kush janë këngëtarët që E kam ditë që do ma përshtë. jo, kush janë vërtet, kush janë këngëtarët që e meritojnë me qenë apo mos me qenë në këtë Tani, treg. se cili nga këngëtarët ka punuar fort për të arritur aty ku është, sepse pa punuar fort, askush nuk e arrin dot suksesin, Altin. Mendoj që secili e ka të merituar A ka atë këngëtarë që ka. a ka këngëtarë që janë me emër dhe nuk e meritojnë, realisht sepse tifuzësh me këndu live nuk janë aty ku Ashtu ka, sa të duash. ka sa të duash. Sa të duash ka. Pra të më thonë, ata që këndojnë, që kanë një emër live, a ka këngëtarë sot që live Ka, janë shumë shumë. të me Shumë influencë të dobët. madhe dhe janë shumë të publik dhe shumë të dashur prej publikut dhe realisht kur i fut me këndu live nuk din me këndu. Janë të dështuar, ka shumë, Altin. Ka shumë. Ka shumë, po. Tani, a është më mirë ti jesh i famshëm playback apo ti jesh i pa famshëm po të dish të këndosh live? Tani nëse të flasim për interesa financiare, është më mirë të jesh i famshëm dhe playback. Për financiare. Po, sigurisht. Sepse paguash më shumë. Po normale është ajo. Pse ka mundësi që paguhet playbacku më shumë se sa live-i? Këtë nuk besoj që do ta kuptoj ndonjëherë. Nuk e di pse. Se njerëzit Thjesht vuajnë për është- live realisht. Po. Po. Playbacku paguhet më tepër se sa live-i. Mendoj që po. Shumë interesant, Marash? Keq? Do doje menaxhu playback apo live ti? Po live. Po pse paguhet më shumë playbacku se marr vesh? Marketingu. Marketingu, po. Kush ka më shumë klikime në rrjetet Kush sociale, i ka më të paguhet më fryme, kush i shumë. ka më të ashtu. Normal. Ka më shumë fanca, edhe pse nashta kanë më pak talent. Kjo është vëllimi i keq. Takoj nga unë bonit fala, thuaj betimin ja fala e. Po kemi shumë balada tepër. Hajde ma thuj bukura. tjetër, ma knaj tjetër. Pse je ndalë te kjo? Ma se di pse mu ka fiksu, ka një javë që më ka ngel në Po kokë. kjo është një baladë mrekullueshme. Kush e ka këndu këtë? Teuta Selini. A Teuta ka këndu e para? Po e di, më duket, a kam dëgjuar atë të këndu gjithmonë, po se Është kam ditë. këngëtare dhe njeri i përsosur. Është njëri mirë Teuta? Shumë. Ashtu Të paktën mua më ka suportuar. Ashtu Bravo i qoftë.
Hajde ma këndoj balad tjetër të mirë, pra që thuti cila është përveç kësaj. Po ma mirë se kjo s'besoj që ka. Jo, okay. Balad ma mirë se kjo. Po balada e ka dhe një të mirë Mimoza Shkodra, po Mimoza disi, se di, njëri i ftoft. Dishysh e kena ftu disa herë, më duket i kena thonë me në arë në emision, kush i ka thirë, se di qëfar njëri është, zot në arruj, as të di janë rritur shumë në Zvicra, nuk e di qëfar njëri ju, po realisht, unë thash edhe i herë, janë disa këngëtar që i kom në list, blacklist, edhe të unë e kanë blok tash e mas, se nuk më intereson fare puna atyre, po i kemi ftu disa herë, unë e di që edhe rrethanat e tyre njerëzit që nuk i kanë lënë me në ardhë, po të pakten ne si emision, Jasmina, i kemi dyrët e hapura shqyqyr zotit që merremi me atë shtresën e lartë, se mu marrë me këtë shtresën e ullë të këngëtarëve që janë pa karakter, ne do kishim dështuar ditën e dytë të emisionit. Absolutisht. Por ne në merremi me shtresë lartë, realisht i kemi dyrë të hapura deri tek presidenti i Zvicrës dhe në gjitha institucionet më të larta zvicrane dhe shqiptare, edhe shqyr zotit që ne merremi me burra dhe me karaktere të mira, me njerëz mirë, me artist me kuptimin e plot fjalës, dhe jo me kësi karaktere dopta që s'din as me të falendru për ftesën, po s'din as me ta kthy përgjigjen, e bojnë si kur kanë kap atë për dorë, po e them, edhe kjo është shumë interesant. I kam shkruar presidentit Zvicrës mesazh me ftu, ma ka kthy përgjigje me falendrime deri kaq me përqafime, kurse këta njerëzit pa karakter, pa ashtu, se s'din me menaxhu as famën, nuk din me menaxhu as karrierën, as nuk din me menaxhu personalitetin e tyre, as kulturën s'din, edhe bojnë sigur, këta jam i natë shumë, këta nuk i du fare, realisht nuk i du, sepse ti është talent, nuk të bën njëri. Ti është njëri, i ke gjitha. Fix. E kjo është ideja. Fix. Apo jo? Po tani, se ti bën 1 milion klikime, normal që nuk vjen ai në emision. Pasha zotën 1 milion klikime i bëj për 2 ditë i bëj, 2 video me nxjerr viral. Për VIP, më vjen keq. Lutem, unë në video tash me publiku edhe live, të me publiku. Kjo ishte ironike, Një video me publiku, i bëj 1 milion klikime, i kam me miliona klikime i kemi, vetëm vitin e fundit i kemi nga gjitha postimet, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, views, në gjitha postimet, Reel, organike, 82 milion klikime. Po ne jemi këta që jemi, vlla. Po sigurisht që dhe i meritoni, pa diskutim. Faleminderit shumë, Jasmina. Është punë e shpërblyer. Faleminderit shumë, zotit Rujt. A ke bërë një projekt të kohët e fundit, apo jo? Po, kam 3 projekte të reja, i kam punuar me shumë dashuri, e kam një balad shumë për shpirti, kisha thënë Altin. A ke për ta promovuar, apo? E kam për ta promovuar, e kam gati në realizim, e sipër. Se ke përfunduar akoma? Jo, se kam përfunduar akoma. Do më thonë sot nuk e kemi këtu? Jo. Nuk e kemi, pra thash mos e kemi këtu për ta dëgjuar. Jo. Po kështu, mban mend pak a shumë se si është balada për të na prap pa kapela diçka apo jo? Apo do me lënë ekskluzive? E kisha lënë ekskluzive. Po 2 strofat pak, 2 strofë paktën. A kam bet diçka pa u than, a kam bet diçka pa u shkru, çka kam bet prej kësaj dashnije, a thu, a jeton, a thu krejt, jet ka ndru, atë merë mali me një zanin tem, atë mungon pranteje fryma jem, apo i ke që durt e je dorëzun, pik dashnije nuk të kam bet për mu. Jasmina, a jesh gënyur nga dashuria apo nga të kapë këtë gjithë këtë frymëzim? A je pak është gënyur apo mduket se je do këndu me gjithë shpirë? Kam kaluar ato faza. Ti ke kaluar? Unë jam e martuar. Apo, më falë, kërkoj falje, kërkoj ndjesë. Oke, më falë, atëherë më falë. I kemi kaluar ato periuda me kërkoj falje, se thash, u lidh teksti është bukur edhe është me pasion e këndove dhe është ashtu, thash mos ishte nga... është një tekst i shkruar me shumë dashuri nga mjeshtri dhe nga artisti Kreshnik Avdiu, që e përshëndes shumë e falenderoj, edhe unë e kam kënduar po ashtu me shumë dashuri. Sepse të tregova unë baladat i dua më së shumë. Çfarë këshille ju kisha dhënë krejt artistëve të ri që dojnë me kriju një karrierë në muzikë? Qëndroni vetvetja, punoni fort. Thjesht kryesisht mendoj që duhet të mundohen të jenë njerëz më së pari. Do të thonë, mendoj që duhet të jesh njeri
pastaj je këngëtar ose artist përgjithsisht. E çka ju që e thanë artistëve të estradës që janë fake? Pyetje vështirë pak. Jo shumë e vështirë, po Që atë më të kallëzu që më thonë. Mane dy gishtat qështu? Mane qështu. Epi dorës qështu? Epi. Apo? artistët e estradës tanë, më falni, unë mendoj që duhet të mendojnë thjesht faktin që nuk jemi të përjetshëm, secili rrugëtime ka një mbarim, filizat e reja po dalin, këngëtar të ri po dalin, edhe rrugëtimi secili do mbaroj një ditë. Kështu që mendoj që fjala e mirë edhe vepra e mirë nuk humb asnjëherë. Mesazh i mirë. Absolutisht mesazh i mirë kjo që the. Amo tashi Jasmina, për vitri do ta kallim edhe herë apo çfarë do bëjmë? Kismet, patjetër. Në programin e vitit të ri do jemi përsëri. Do bëjmë diçka të bukur. Patjetër, kismet. Drejtori na ka dhënë urdhër që të organizohemi prej tashi me punu për vitin e ri. Do jesh pjesë? Patjetër, sigurisht. Patjetër do jesh pjesë. Bukur. Unë në qoftë se nuk ke një këngë për të na promovuar sonte, do ta lëm për një intervistë tjetër për arsye të minutazhit, pasi ta bësh baladën. Patjetër, pasi ta bëjmë. Bëje baladën, nxjerrë hajde të unë dhe ta promovojmë këtu, të bëjmë diçka të bukur bashkë me Marashin. Falenderoj shumë edhe ju përgëzoj edhe një herë për emisionin. Ju uroj shumë suksese në vazhdim edhe gjitha të mirat. Shumë faleminderit edhe ty dhe shumë suksese dhe bravo qoftë për zërin që ke, sepse realisht këndon shumë bukur, pavarësisht se paguhet më shumë playbacku, por është më pasuri të kesh talentin se sa të kesh playbackun. Kjo është diçka që ta jep ai nalt. Ta jep ai nalt, jo playbacku po. E kështu që bravo qoftë. Marash? Altin, të uroj vetëm suksese Jasmina. Faleminderit shumë. Do shihemi në promovimin e baladës, se ishte shumë baladë mirë. Faleminderit. Deri javën tjetër nga unë, Jasmina Sulollari, nga Marash Pulaj, Loçki im edhe stafi im. Natën e mirë.